Në ditën botërore të mjedisit, drejtuesi i Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike, Jamar Maltezi, ka zgjedhur të zhvillojë një vizitë në vend grumbullimin e mbetjeve në Elbasan, për të denoncuar atë që ai e cilëson si një situatë katastrofike për mjedisin. Maltezi thekson se ky vend grumbullim është kthyer në një mal me plehra të depozituara në mënyrë të paligjshme, të cilat shpesh i vjet zjarri, duke ndotur në mënyrë të vazhdueshme ajrin e qytetit. Përveç ndotjes së ajrit, Maltezi shprehet se dekompozimi i këtyre mbetjeve ndikon drejt për drejt në ndotjen e ujrave nëntoksore dhe lumit shkumbin. Sipas tij, lumi është dëmtuar rënd edhe nga mungesa e trajtimit të ujrave të zeza të qyteteve, si dhe nga ndotjet industriale që vijnë nga zona e ish kombinatit metalurgjik. Në vijim të denoncimit të tij, Maltezi flet për atë që e quan grabitje kriminale të inerteve në shtratin e lumit shkumbin. Pra, në rastin e kemi ambientalistë që duhet të protestojmë çdo ditë. Dhe nuk duhet ta kemi thjesht për flamur pajtish, por duhet ta kemi pse, domethënë, është një vepër penale e cila domethënë do i kushtoj goxha rënd edhe brezave që vinë. Ndaj dita botërore e mjedisit ne kemi zgjedhur në këtë zonë, në të cilën brenda një harku 200 metra larg nga njëra tjetra ne kemi edhe vend depozitim paligjshëm, kemi dhe marrje inertesh, kemi dhe shkatërim apo cënim të ndotje të ujrave të lumit, kemi dhe erozion toka bujësore. Është një zonë e cila ilustron më qartë nga të gjitha se çfarë është keq me mjedisin në Shqipëri. Maltezi ngresh qetësimin se banorët e Elbasanit përballen me ndotje të lartë dhe rreziqe për shëndetin, ndërsa vë në pikpyetje integritetin e qeverisjes në lidhje me këtë situatë.